Në çfarë situate jeni? Në një situatë, si thon, katastrofike. Keq sa s'ka ku të vej me, çdo gjë e përmbytur. Brenda dhomat, jashtë çdo gjë e mbytur. Që na shpendët e zajreja e baktis është në ujë. Po i shikoni vetë aty lartë në arginatur, dhomat janë të gjitha i gjetën të kthyer. Divane çishe ku ishin janë akoma brenda, të gjitha dhomat. Muri, po tash merren një vijin e murit gjithsa ka qenë ujtë. Keni fjetur në makinë këto 2 net? 2 net në makinë. 2 net në makinë. Se ishim detyruar se ishte edhe rrugë që shkonin edhe mjedje dhe çdo njëri, ne ishim detyruar të heqim bakinë se do shkonin goditesh për shembull. Makina do ronte bakinë do binte nga nal, nuk na vlente një gjë. Dëme të tilla prej sa kohësh nuk e shihni? Po lumen kemi patur 2 të tjerë, po ky ishte më i madhi, më i rëndi. Ne kemi patur, po ky ishte më i rëndi. E keni të vështirë tashmë të rekuperoni gjithë mobiljet? Po ku kemi me shpirtën ne tani, ne jemi pensionista, moshatar pensioni, unë jam 76 vjeç. Edhe zonja është 3-4 vjeçë më e vogël nga unë, jemi të një moshe. Ju jeni të ndërgjegjshëm që jeni brenda argjinaturës, nuk keni menduar ndonjëherë të largoheni sepse dëmet janë të pashmangshme. Ku do ve? Po gjendja ekonomia, po do t'i gjejmë që të blejmë për shembull që të marrim një vend tjetër. Me pensionin tonë nuk e arrim dot. Me gjendjen që kemi ne si fshat, sa do nxjerrim ne që të nxjerrim. Ja, sa do jap alop mua. Që vetë të blej një banesë apo një diçka. Po dhe të themi që ti drejtohemi kredive. Kush është ai që jep kredi më pensionistit që është drejt, si thon, me orë pune. Edhe kështu që ne jemi na Perëndia një, edhe na shoqëria dhe mediat. Edhe sot tu do të rrini në shtëpi, nuk do të largoheni? Ja, për drutu do të besë zjarrin, aty do rri me zonjën. Ku do vete? Pra nuk largoheni nga banesa tuaj, udhimse. Po edhe na dhimbse po dhe s'kemi ku vem. Ja, vajta fleta një natë. Një natë iku ja, që iku mbrëm i varfër. Ja, mirë këtu, po aty. Ja, e kam aty